A I lejohet thot një gruaje në moshë të re pasi I ka vdek burri, tjetoj vetëm me një qik në banes me qira. Na themi nuk o që s'lejohet kjo gjë. Lejohet, por a e kishmi preferu në parim jo. Në parim jo. E në rrethonat saktume, ndoshta po, por ja kishmi dhënë një alternativë më të mirë. Ajo mos me jetu e vetme, ajo mos me jetu me qira. Kush do të punoj për ta, kush do ta ushqej, kush do ta pagun qiran, çfarë moshe ka kjo motra, nesër pas nesër ajo qika vajza vet, a do të rritet, do të martohet, çka do të mbetet, ku do të mbetet kjo nan. Prandaj I themi gjëja parë që dush ka deret Allah suni kërkush, ka vdek burri khair inshallah. Ndoshta është ma udhës ma u martu, me marrë edhe qikën. Pastaj më konsultu me familjen tonë, me familjen e ish bashortit rahmetliut, edhe me gjetë një alternativë të khairit dobishme, që ti mos më mbet vetëm. Aq më tepër nëse jenë mosh të reja ashtu se kem përmend. Gjithsesi, edhe nëse rrin, ose rrit që është ka hije, ose mos hyn kësaj loje. Menaje me kohë, edhe pastaj qindra burlesh. E jo vërca, me ja qitë faqen e zezë, edhe rahmetlis atje burrit në varë, edhe vetës tane, edhe të tjerve. Allahu të rujtet, forcoftet një moftë.